pun minutash, Bajrami ka firmosur datën 9 për zgjedhjet e Tiranës e të 5 qyteteve të tjera. Shkeli kushtetutën. Bajram Trapi shkeli kushtetutën. Si bet? Kush do ta mbroj? Shkeli kushtetutën. Neni 151, më duket. Që në qoftë se ankimohet dhe Eromelia e ankimovi dhe rëzohet, nuk por dhe niq. Tani kush do ta mbroj kushtetutën? Tashi opozita duhet të mbroj kushtetutën apo? Tashi ne, se ne jemi opozita, do mbrojmë kushtetutën apo do ulim kokën, do futim bishin në shalë dhe do hymë në zgjedhjet? Si do veproj opozita? E shkelur kushtetuta. Opozita si do veproj? Majoranca shkel kushtetutën bashkë me president Bajramin. Bajrami so kukullësh. Po Bajram, do me thënë, cope loqes, kuptono. Tani si do bem? Bajrami cope kaq kavallit është. I thot ajo i gjati firmose, s'ka që ben se shvekleti. Edhe e di që shkeli kushtetute. Tani ne si do ta mbrojmë? Do ta mbrojmë ne, apo do ulemi dhe ne, do bëhemi ushtar si Bajrami dhe do vëmë datën 9 në votimet? Që gjeti këtë vend, o bir që gjeti këtë vend. Bir që na gjeti. E shkelur kushtetuta, kush? Që të bëhet në këtë vend? E shkelur kushtetuta, bla. Si bëhet? Kush do ta mbroj kushtetutën? Do ta mbrojmë ne? Kush e mbron kushtetutën? Opozita, vlla. Majoranca dhe presidenti që është kukull e shkeli. Tani duhet të qesh do gjë e pezulluar. E shkelur neni 151. Nuk pirdhin ta për kushtetutën, për nene as pirdhin fare. Do në vati gjati tak. Ky e firmosi. Bajram, presidenti Shqipërisë, ka shkelur kushtetutën. Kush e mbron? Apo që desha? Pëmë kush e mbron? Tani ne, si duhet të bëjmë? Duhet të hymë në zgjedhje, të shkelim dhe ne kushtetutën, apo duhet të ngrem zërin, apo që e lodh vete noj lirë varja? Po leon që dhe imi adhe ke ti o vrenos, meresh ti tani me kushtetutën, të do laje. Po qa kushtetuto? Me kushtetutën meresh ti tani. Po rio shiko punën o diz, janë në pjatë fasule, shtë duhet ty. Jo kotë them, u shkel kushtetuta, Bajrami shkeli kushtetutën. Firmosi. Datë 9 nëntor benzidit. Esh kundra kushtetutës, e shkelur kushtetuta me kemë, plaf. Sepse duhet që pezulluar vendimi. Tani si i bëhet? Ne, opozita, duhet të ngrejë zërin? E mbron gazi, më thot njeri. Mos, a jesh zarë, mo vla. Po dakord, shtide kam prezent. Po dakord, po si do bëm? Si do bet? Tani opozita duhet të ngrejë zërin, të ngrihet në protesta, do thot që shkelur kushtetuta? Mudet. E kështu mbështetur. Ti qi kushtetutën e zemës. Iko se mu langën kemë tik. Iko se ti va kushtetutat e kushtevi. Iko se më ngrije nerva tani te u bëra qull u bëra. Kushtetuta u bëra të kurve. Po fikso. Shkele njeri bëm titri, shkele njeri bam titri. Fare as njeri nuk do t'ja di fare. Me që të doj, edhe unë e mendova që në fillim, për Zotin, le sheshin këta që jo po nuk duan, ore, dhe yri kësaj pune, do t'a bidis tani direkt, do t'a bitis më në torë. Tani, demokratët dashur, në thonjë sa, ju që jini lartë,
që jeni berë, si jeni berë o biri nënës, nesi tash. Po ju them një fjalë zembre, do me them. Kuptono, se s'dua të filloj tash me të shara e me të berë. Që të shaj këta që shkene kushtetutën. Edi Rama, po nëziton që të bëj zgjedhjet në Tiranë, ka bërë një dy status e tjera, po e them e tani. Edi Rama, po nëziton të bëj zgjedhjet në Tiranë sa më shpejt, të jetë e mundur. Dhe më datën 9 nëntor, u vendos, Bajrami tani vendosi para ca minutash, Bajrami, a ju, cope ka çkavali që është në prezidencë, firmosi që ja kërkovi Rama më datën 9 dhe ky e firmosi, po më datën 9 do bëj zgjedhje. Sepse do të bëj zgjedhje në Tiranë për t'ju thënë ndërkombëtarëve që ja shikoni, ky është testi e bëra dhe zgjedhjet e prapambet në këto të kryetarit të bashkisë të Tiranës, do bëj edhe në 5 të tjera dhe do fitoj bindshëm, dhe do fitoj do na mbyt, kupton ti? Edhe do t'i thotë Evropës që shikon, unë si vjetë zgjedhjet, ja, shiko që bëhet. Ja, unë fitova prap. Do të certifikoj zgjedhjet e 2011 majt. Tash juve do të alinjo zotrin të si quenja, ju zotrin tanë të opozitës. Do të alini këtë shkelje të kushtetutës, ju vodhi, i quani farsë, çdo gjë bëni, dhe këte matanë bëni të kundërtën. Yni në parlament, tash do yni dhe në zgjedhjet më në nëntor. Edhe çfarë bëni, faktoni edhe favorizoni, edhe bëni ku di unë i bie që, kuptono, se ky është budallar tani, për zotin tani. Tani po jeni kuklla, po jeni të shfitur, dini si burra aty uni kokën futni biçin në salë edhe i këqiuni. Po jeni burra, hajtë të dalim në protesta se u shkel kushtetuta, edhe mos hymë në zgjedhjet e Tiranës, edhe kërkoni edhe mos hymë në parlament. Po ju zhubraviti fare, mo. Po talë bythën me ju, mo. Po talë në mënyrën edhe kini qik sedra. Kini qik bura. Po tini qik bura mirë. Po si një qik bura deri. Atere po si një bura vare. Po i një bura në ka bura opozita, shkeli kushtetutën. Edhe opozitën e ka shkënër kuj. Talë bythën me ne. Shkeli kushtetutën. Sa po u shkel kushtetuta? Sa po u shkel kushtetuta? Sa po u shkel kushtetuta? Tani do mbroni kustetutën, u shkel kushtetuta. Zgjedhjet që në farsë të 11 majt, tash do të alinjë Edi Ramën, të certifikoj zgjedhjet, do hyni më në nëntor aty edhe të humbni në mënyrën më të mirë të mundshme, që na i keni neveritur çdo gjë, do ulin kokën prap, të bëjmë si sot Rama. Ka opozit këtu apo jo? Jini apo nuk jini më? Në qoftë se Rama po nxiton të bëj zgjedhjet e Tiranës për të certifikuar zgjedhjet e 11 majit. Tash ju thoni zgjedhjet e 11 majit janë farsë. Tani sa po shkeli kushtetutën, tani më datën 9 do ulni kokën po në zgjedhje. Tani unë qartë të them. Si tha ju, si kanë kërë gjë, vetëm të qeshi. Oj, dhe moj që na ka gjetur, dhe moj.